تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumtat Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin dhe komentimet në lidhje me librin Sharhus Sunne, librin Usulus Sunne të Imam Ahmed ibn Hanbal, Allahu e mëshiroft dhe falt atë, në falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi edhe më tutje në vazhdim të kësaj teme që e ka filluar Imam Ahmedi rahimahullah, që ka të bëjë me besimin në qadar, besimin në paracaktimin e Allahut, dhe në takimin e kaluar spjeguam se si është besimi e Ahlus Sunne wal Jamaa në lidhje me qaderin dhe shkallët e qaderit, dhe përmendëm argumentet për to me aq sa na ka mundsu Allahu subhanahu wa taala. Në vazhdim, në lidhje me këtë, thot Imam Ahmedi rahimahullah: وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ فِي ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ. Do thot, nëse një njeri nuk e di shpjegimin e hadithit, nuk e di tafsirin e hadithit, dhe nëse nuk ja arrin mendja, ati nuk e arrin mendja, do të thënë që mendja e tij që ta kuptoj hadithin, atëherë le ta di se nuk ka nevojë të lodhet. Do të thënë është e mjaftueshme ajo që është sqaruar në Kur'an dhe Sunet, nuk ka nevojë ta ngarkoj vetveten, dhe çdo gjë është treguar prerazi. Edhe është sqaruar në Kur'an dhe Sunet, është sqaruar prerazi, kurse ai ka obligim të besoj dhe të nënshtrohet. Të besoj dhe të dorëzohet, do të thënë, shpalljes fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, qëllimi është nëse një njeri dëgjon një hadith ose lexon një hadith, edhe nuk e di shpjegimin e saktë të atij hadithi në bazë të fjalëve të selefëve, edhe nuk I di argumentet që I shpjegojnë njësitë e atij hadithi, do të thënë nuk e di dituri të saktë të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga selefi, atëherë duhet të jetë I dorëzuar. Nëse I ka arritur dituria, alhamdulillah, do të thënë e ka kuptuar hadithin në kuptimin e plot, nëse ka ardhur dituria e saktë e transmetuar. Por nëse nuk e di dhe nuk e arrin mendja e tij ta kuptoj, atëherë e ka për detyrë të dorëzohet dhe të besoj, dhe ta di se çdo gjë është e sqaruar, edhe çdo gjë është e argumentuar dhe është e qartë, gjithashtu është muhkem, secili ajet dhe secili hadith është muhkem në temën në të cilën flet.
pasi nëse e dini, besoj shumica prej jush e dini, edhe kemi përmendur, edhe ne edhe kanë përmendur edhe tjerë, për ndarjen e argumenteve në muhkem dhe mutashabih, dhe është sqaruar aty se i gjithë Kurani është muhkem, edhe secili ajet është muhkem, edhe gjithashtu suneti është muhkem, do të thonë i sqaruar, i shkoqitur dhe i drejt për drejt, për atë çështje për cilën flet. Mirë po, ndonjëherë dikush përdor një argument jo në vendin e vet, edhe ati i thuhet mutashabih, edhe ai kërkon ose është një argument që në një vend është i përmendur i përgjithshëm dhe është sqaruar në detaje në vende të tjera. Edhe prandaj në vetvete argumenti nuk është mutashabih, do të thonë i paqartë. Çdo gjë është e qartë në Kur'an dhe në Sunet, por ka mundësi për shkak të mungesës së diturisë, një argument në një moment duket se është mutashabih. Prandaj ka thonë, le ta di se çdo gjë është e sqaruar në detaje, çdo gjë është muhkem në Kur'an dhe Sunet. Nëse nuk e arrin mendja jote, ose nuk e ka përfshirë dituria yte, atë argument dhe atë hadith, në këtë rast thot ndonjë hadith prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njeriu e ka obligim të dorëzohet. Edhe, do të thënë, ti dorëzohet hadithit dhe ti nënshtrohet hadithit dhe të besoj në të pa asnjë dyshim, sepse e di që është çdo gjë e kryer, nuk ka nevojë ai të lodhet, edhe të ngarkohet dhe ta fus mendjen e vet, edhe të pyesë po si, po pse, edhe të mundohet të gjej përgjigje nga mendja e vet ose nga diturit, ndoshta prej diturive që nuk janë të dobishme, edhe atëherë shkon në devim. Do të thonë, qëllimi është në lidhje me të gjitha çështjet e akides, edhe gjitha çështjet e fesë. Dhe njeriu ta di se argumentet janë të qarta, të sqaruara, të shkoqitura. Dikush e ka arritur atë dituri, elhamdulillah, dhe dikush nuk e ka arritur dhe ai dorëzohet argumentit derisa të arrijë diturinë, do të thënë, të detajuar për të. Pastaj ka sjell shembull Imam Ahmedi rahimahullah, ka sjell shembull për këtë që flet, thot: "Mithlu hadithi as-sadiq al-masduq, wa mithlu ma kana mithluhu fi al-qadar, wa mithlu ahadith ar-ru'ya kulluha." Do thot shembull për asaj që është hadithi që quhet, pra shkurtimisht e ka përmendur as-sadiq al-masduq. Do të thonë është për qëllim hadithi të cilin e ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ku thot: "Akhbarani", ose si ka thonë, as-sadiq al-masduq, do të thonë më ka treguar ose më ka lajmëruar i sinqerti i besuari, ose besniku i besuar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është sadiq, do të thonë që çdo herë flet të vërtetën, edhe nuk flet tjetër përveç asaj që i shpallet nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është masduq gjithashtu, do të thonë i besuar. Pra ne i besojmë çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me këtë shprehje e ka përmendur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Akhbarani as-sadiq al-masduq", do të thonë ka treguar i sinqerti, ai që e flet vërtetën dhe të cilit i besojmë pa asnjë dyshim, se ka thënë: "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa." Ka thënë, pra secilit prej jush i bashkohet krijimi i tij në barkun e nënës 40 ditë si një pikë uji. Do të thonë se si një pikë uji, pastaj 40 ditë është si gjak i ngjizur, pastaj 40 ditë si mish i përtypur. Pastaj vjen engjëlli me lajka që urdhrohet të shkruaj 4 çështje. Edhe ja shkruan
jetën e tij, do të thënë sa do të jetojë, edhe vdekjen dhe furnizimin, dhe ja shkruan a do të jetë i lumtur ose i dëshpëruar. Do të thënë është prej banorëve të xhenetit ose prej banorëve të xhehenemit, dhe a do t'i bëj veprat e banorëve të xhenetit ose banorëve të xhehenemit. Pra ky hadith flet për një nivel të qaderit. Mos i përzijmë këto nivelet me fazat e sqarimit të qaderit, që i shpjeguam në mësimin e kaluar. Tham, do të thënë është besimi në qader nuk plotësohet pa plotësimin e këtyre 4 fazave, që është besimi në diturinë gjithëpërfshirëse të Allahut, pastaj besimi në shkrimin, se Allahu e ka shkruar atë dituri në Lauhul Mahfudh kur e ka krijuar kalemin, pastaj është dëshira ose vullneti i zbatueshëm i Allahut, i absolut, dhe në fund krijimi. Do të thënë këto janë 4 fazat, do të thënë me të cilat plotësohet besimi në paracaktimin e Allahut. Ky paracaktim ose shkrimi, në realitet te faza e shkrimit ka shkrim i përgjithshëm, që është gjithëpërfshirës, edhe ajo është shkrimi që është shkruar në Lauhul Mahfudh kur Allahu e ka krijuar kalemin, edhe i ka thonë shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit, dhe kjo ka qenë 50.000 vjet përpara se t'i krijojë Allahu qiejt dhe tokën. Edhe në atë moment kalemi ka shkruar çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Pastaj ka faza tjetër që është faza e shkrimit të jetës, siç është në këtë hadith. Disa prej dietarëve shtojnë edhe një fazë tjetër para kësaj, që është faza e shkrimit të jetës së njerëzimit. Do të thënë kur Allahu e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe prej kurrizit të tij i ka nxjerr të gjithë pasardhësit e Ademit alayhis salam. Edhe u ka thonë, a nuk jam unë Zoti juaj? Ata të gjithë kanë thonë, ti je Zoti jon, edhe kanë dëshmuar që mos kanë argument ditën e gjykimit të thonë se ne nuk e kemi ditur këta. Edhe këtë përmendin disa dietar, kjo është shkrimi për jetën e njerëzimit. Pastaj vjen tjetra fazë, shkrimi për jetën e njerëzit, që është në këtë hadith, që është, do të thonë, kur të mbush 4 muaj në barkun e nanës, atëherë vjen meleku edhe ja sjell shpirtin, edhe ja shkruan këto 4 çështje. Ja shkruan jetën, do të thënë sa do të jetojë edhe kur do të vdes, ja shkruan furnizimin, do të thënë sa do të ketë pasuri ose ushqim, do të thënë në gjithë furnizimi i tij, dhe i shkruan a do të jetë i lumtur ose do të jetë i dëshpëruar. Ky është shkrimi i jetës. Prandaj ka thënë, pra si shembull, për këtë se duhet ti dorëzohet haditheve njeriu, edhe duhet të nënshtrohet dhe të besoj, siç është ky hadith, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Edhe hadithe tjera që flasin për qaderin. Do të thënë siç është gjithashtu shkrimi vjetor. Do të thënë që flet gjithashtu për qaderin, te faza e shkrimit kemi edhe shkrim vjetor, i cili bëhet kur natën e Kadrit. Do të thënë, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Do të thënë këtë natë ndahet çdo çështje e urtë. Do të thënë çdo gjë që do të jetë deri në vitin tjetër, deri natën e Kadrit tjetër. Dhe pastaj është pas kësaj edhe shkrimi ditor, do të thënë si është në fjalën e Allahut, kulle yawmin huwa fi sha'n. Do të thënë çdo ditë Allahu është në pozitën e sundimit. Do thotë se Allahu shkruan, fshin, edhe kanë përmendur te këto hadithe gjithashtu hadithi që tregon për ngritjen e veprave, do të thënë vinë me lajket edhe i shkruajnë veprat e njeriu, do të thënë kiramun katibin, el kiramul katibun, do të thënë ata shkruesit e ndershëm, i shkruajnë veprat e njeriu dhe ngrihen të hanën dhe të njëjtën, dhe i paraqesin regjistrat e tyre të veprave para Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata kanë shkruar gjithçka.
Do të thonë si ka thënë Allahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do të thonë çdo fjalë që e flet njeriu, për të ka shkrues edhe mbikëqyrës preciz. Dhe kur vinë këta regjistra, atëherë Allahu i shlyen ato për cilat nuk ka as shpërblim as dënim. Sigur që janë dhënë shembull, ma jep ushqimin për shembull, ose përgatit e kafshën, ose do të thonë cilat fjalë janë përmendur, do të thonë ato për cilat nuk ka as shpërblim as dënim, ato fshihen, edhe kjo ka thonë është në kuptimin e ajetit yamhaqullahu ma yasha'u wa yuthbit, do të thonë Allahu fshin, shlyen çka do ai dhe e lë atë që do ai ose e përforcon. Wa indahu ummul kitab, kurse tek Allahu është baza e librit ose nëna e librit që është el-lawhul mahfuz. Do të thonë dhe çdo gjë që është shkruar në librat e melaikeve është në përputhje me atë që është në Lawhul Mahfuz. Edhe gjithë këtë që e shkruajnë me lajket, edhe kur do të paraqitet në ditën e gjykimit, do t'i shfaqet njeriut, do t'a shoh se çdo gjë që është shkruar në to është në përputhje me atë që është në Lawhul Mahfuz. Edhe asgjë nuk ka asnjë ndryshim. Por do të thonë kjo tregon diturinë gjithëpërfshirëse të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe prandaj ky shkrim i ditor është shkrim me cilin Allahu i frymëzon melaiket. Do ky është qaderi ditor, edhe hyn në këtë fjalë kulle yawmin huwa fi sha'n, do të thonë çdo ditë Allahu është në sundimin e krijesave të tij, do të thonë i çon shërim të smurit, ose e shton furnizimin, ose e pakson furnizimin, ose do të thonë çdo gjë është me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra qëllimi i fjalës së Imam Ahmedit është se të gjitha hadithet që i dëgjojmë, nëse e dim kuptimin edhe shpjegimin e tyre, në bazë të argumenteve të tjera edhe në bazë të shpjegimeve të selefëve, atëherë, alhamdulillah, nëse nuk e dim ose nuk na i ka plon mendja, atëherë duhet ta dim se ajo është hak që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne kemi besuar në Allahun dhe kemi besuar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk dyshojmë për fjalët e tij. Edhe e dim se ajo që flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm hak, do të thënë flet vetëm me shpallje, nuk flet nga mendja e tij, por çdo gjë që thot është shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë wa mithlu ahadithi ar-ru'ya kulliha, do të thënë po ashtu hyn në këtë temë edhe hadithet për shikimin e Allahut, të gjitha hadithet. Dhe kjo janë për qëllim hadithet që tregojnë se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa ta'ala me sytë e tyre, do ta shohin në ahiret, do ta shohin banorët e xhenetit, do ta shohin në ditën e gjykimit gjithashtu. Edhe kjo temë do të flitet prap më vonë këtu në këtë libër. Mirpo ka përmendur këtu Sheikh Rabia hafidhahullah disa prej argumenteve, se ka thënë Imam Ibn al-Qayyim në librin e tij Hadil Arwah ila Biladil Afrah, që përkthimi do të thotë thirrsi i shpirtrave për në vendet e lumturisë. Do të thonë është libër që e përshkruan xhenetin dhe kënaqësitë e xhenetit. Edhe aty ka folur për këtë çështje që besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është kënaqësia më e lartë e xhenetit, do të thonë është mbi të gjitha kënaqësitë që ekzistojnë në xhenet. Dhe ka përmendur Imam Ibn al-Qayyim, do thotë i ka refuzuar ata të cilët thonë se nuk mund të shihet Allahu, që janë mutezilit edhe pasuesit e tyre. Dhe ka sjell argumente, thot Sheikh Rabia hafidhahullah, do të thënë argumente që ndoshta njeriu nuk i shkon mendja që mund të jetë argument për këtë çështje. Do të thënë si ka elaboruar Imam Ibn al-Qayyim, do të thënë që nëse ti e lexon ajetin edhe qindra herë edhe mira herë, nuk të kujtohet se ky ajet është argument për këtë çështje ose për t'i refuzuar ata që e mohojnë shikimin e Allahut. Por nëse i analizon pastaj,
më thellë, e kupton se kjo është e vërtetë. Domethënë ky është me të vërtetë argument, si është një prej këtyre argumenteve, fjala e Allahut subhanahu wa taala annakum mulaqu wa'lamu annakum mulaqu. Domethënë dijeni se ju do ta takoni Allahun. Edhe ka thënë Imam Ibn al-Qayyim se në gjuhën arabe nuk quhet takim, përveç nëse e shohin njëri tjetrin. Domethënë nëse dy palë e shohin njëri tjetrin, kjo është një prej argumenteve, edhe pse domethënë ka përmendur shumë argumente edhe të tjera. Edhe si ka thënë për shembull argument është kella, shikoni subhanallahu, njerëzit e devijimit i marrin argumentet, i marrin ajetet, do thot, edhe me të vërtet i bojnë me kuptimin mutashabih. Edhe marrin argumentin kella innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun. Do të thonë ata nuk do të mund ta shohin Allahun atë ditë. Thot dhe Imam Ibn Qayyim thot ky është argument se besimtarët do ta shohin. Do të thonë kur është përmendur kjo që nuk do të mund ta shohin Allahun si dënim për mosbesimtarët, do të thonë se atëherë besimtarët e shohin. Përndryshe nuk do të ishte përmendur, atëherë do të kishin qenë barabartë të gjithë, edhe besimtarët edhe mosbesimtarët. Po ashtu ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymije, mësuesi Ibn Qayyimit, gjithashtu një prej argumenteve është pikërisht ky ajet që e marrin mohuesit të shikimit, e marrin për argument për ta, ku thot Allahu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Do të thënë, Allahu nuk mund ta përfshin shikimet, kurse Allahu i përfshin të gjitha shikimet, wa huwa al-latiful khabir, dhe Allahu është i gjithdijshmi për çdo imtësi dhe do të thënë që e njeh secilën imtësi. Ka thonë, pra pikërisht kjo fjalë do të thonë se besimtarët do ta shohin Allahun, sepse këtu është mohuar përfshirja e shikimit. Do të thënë që asnjë shikim nuk mund ta përfshi Allahun subhanahu wa ta'ala. Që do të thonë se besimtarët do ta shohin, po nuk mund ta përfshin me shikimin e tyre madhrinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra siç dihet, thonë ti e shikon qiellin, po nuk e përfshin me shikim do të thënë komplet qiellin. Edhe e shikon malin, do të thënë nuk mund ta përfshish malin. Ose shikon diellin, do thotë ka disa krijesa, do thënë që nëse je shumë afër, nuk mund ta shohësh komplet. Do thënë ti e sheh, por nuk e përfshin. Disa krijesa nëse je larg, do thënë nuk mund ta përfshish me shikim, megjithse e sheh, ndonjëherë edhe nuk e sheh kur është shumë larg. Do thotë kjo është për krijesat. Atëherë si të mendohet për krijuesin subhanahu wa ta'ala që krijesat mund ta përfshin atë me shikimet e tyre. Mirëpo, pikërisht kjo është argument se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë si ti e sheh diellin ose e sheh hanën dhe nuk e përfshin me shikim komplet, do thotë këtë krijesë. Atëherë kuptohet se është edhe më lehtë për ta kuptuar se mund ta shohësh Allahun, por nuk mund ta përfshish me shikim. Dhe gjithashtu argument tjetër është rasti i Musait alayhis salam, ku ka thënë i është lutur Allahut që ta shoh Allahun. Rabbi arini anzur ilejk. Do të thonë Allah më mundso të të shoh, ose më shfaq të të shoh. Këtë ka thënë nga përmallimi. Dhe Musa alayhis salatu wassalam është një prej njerëzve më të ditur të njerëzimit për Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë vlerën e njerëzve është i treti, edhe kuptohet në dituri është një prej pra i treti më i ditur nga i gjithë njerëzimi, më i ditur për Allahun subhanahu wa taala. Edhe prandaj edhe në një çast ka thonë se nuk ka më të ditur se ai. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar që të shkojë te Khidrit, do të thonë të mësoj dituri të tjera prej tij. Mirpo, për njohjen e Allahut nuk ka pas më të ditur se Musa alayhis salam. Nëse kishte qenë e saktë që nuk mund të shihet Allahu,
atëherë do të kishte qenë ignorancë që të kërkoj ta shoh. Do të thënë vetë kërkesa e Musait alayhis salam është argument se Allahu shihet. Do të thënë mirë po, krijesat në këtë botë nuk mund, do të thënë nuk e kanë renditjen e krijesës së tyre të tillë që të kenë fuqi ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Kurse në ahiret Allahu i jep fuqi kësaj krijese, do të thënë njeriut, që të mund ta shoh atë. Dhe kur i ka thënë Allahu len terani, do të thënë nuk do të më shohësh. Pra ky gjithashtu është argument të cilin e marrin njerëzit e bidatit, që thonë ky është argument se demek nuk mund të shohësh asnjëherë, edhe ka thonë ai nëse zgaboj është Zamakhshari, i pari që ka thonë se fjala len, do thotë kjo pjesë mohuese len, nënkupton mohim i të ardhmes së përhershme. Do të thonë asnjëherë nuk do të më shohësh. Po kjo nuk është e vërtetë gjuhësisht. Por Ibn Taymija për shembull thotë në secilin argument që e marrin njerëzit e bidatit ka argument kundër tyre. Edhe pikërisht kjo fjalë nuk do të më shohësh, do të thonë nuk je në atë gjendje të krijesës që mund të më shohësh. Se përndryshe do t'i kishte thënë unë nuk shihem, nuk më sheh askush. Edhe si e kërkon këtë, si e ka qortu Allahu subhanahu wa taala Nuhin alayhis salam, ka thënë inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Do të thënë kur ka kërkuar që ta shpëtoj djalin e tij, i ka thënë, pra mos e kërko këtë, edhe do thotë të porosis që mos jesh prej ignorantëve. Edhe ai menjëherë është penduar edhe ka kërkuar falje tek Allahu, kurse Musa alayhis salam nuk i ka thënë ti me këtë tregove ignorancë, sepse unë nuk shihem, do të thënë nuk jam që mund të më shoh dikush, por ka thënë nuk mund të më shohësh. Do të thënë nuk je në atë fuqi tani që të më shohësh. Edhe ka thënë pastaj falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Do të thënë kur Allahu ju shfaq kodrës, do të thënë u shfaq që kodra ta shoh, edhe kodra do të thënë u shemb ose u dogj, do të thënë prej nurit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu an-nur, do të thënë perdi Allahut është dritë. Dhe sikur ta kishte larguar Allahu perden e tij, shkëlqimi i fytyrës së tij do t'i kishte djegur krijesat deri aty ku arrin shikimi i tij subhanahu wa ta'ala. Do thotë krijesat në këtë botë nuk janë të formuara në atë formë që të mund të shohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse për ahiret, thotë janë argumentet shumëta. Këto janë disa prej argumenteve që i shohim edhe në Kur'an, do të thënë në këtë mënyrë, nëse i analizojmë, janë të qarta, por edhe argumentet tjera në hadithet shumëta që janë mutawatira, do të thënë përmi 30 hadithe, janë që e përmendin do thotë se besimtarët do ta shohin Allahun, si është edhe vetë tefsiri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fjalën e Allahut lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Do të thonë ata kanë në xhenet çka dëshirojnë dhe tek ne kanë edhe më shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kjo më shumë, do të thonë përtej asaj që është në xhenet. Do thotë gjitha kënaqësit, çdo gjë që dëshirojnë e kanë në xhenet. Por kanë edhe shpërblim më shumë se sa ato kënaqësi të xhenetit që është shikimi i Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, Allahu thotë turidun shay'an azidukum, do të thonë a doni diçka t'u shtoj. Thon alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-janna wa tunajjina min an-nar. Thon a nuk na i zbardhe fytyrat, a nuk na futen në xhenet dhe a nuk na shpëtove prej xhehenemit. Do të thonë çka mund të kërkojmë edhe më shumë se kjo. Edhe thot fa yakshifu al-hijab. Atëherë Allahu e largon perden e tij. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim azza wa jall. Edhe shohin se nuk kanë përjetuar asgjë më të dashur për ta se sa shikimi në Zotin e tyre
të lartësuar. Pastaj e ka lexuar këtë ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka treguar se kuptimi i kësaj shtesës është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Pashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur a do ta shohim Zotin ton, ka thënë a i pengoni njëri tjetrit për shikimin e hanës kur është e plotë dhe nuk ka vranësira. Gjithë këta njerëz në gjitha anët e botës mund ta shohin njëkohësisht hanën, edhe askush askujt nuk i pengon. Do të thotë në këtë mënyrë ka thënë do ta shihni Allahun subhanahu wa taala. Dhe argumente të tjera, pra si tham, edhe një herë do të përmendet kjo çështje në libër, edhe do të flitet në mënyrë më të detajuar, por edhe më tutje jemi në këtë çështjen se kur ta dëgjosh hadithin, nëse e di shpjegimin e sakt, atëherë kapesh për atë shpjegim edhe me besim edhe me vepra. Nëse nuk e di shpjegimin e sakt, të transmetuar, atëherë i dorëzohesh dhe i nënshtrohesh. Edhe lejohet të hulumtosh në diturinë e sakt dhe të pyesësh njerëz të diturisë. Edhe do thotë që ta marrësh diturinë e saktë, jo ta fusësh mendjen me dyshime ose me mohime. Do thotë pikërisht kjo është ajo që kanë bërë njerëz të kelamit, kelamistët, pasi nuk ju ka arritur dituria, atëherë do të thënë kanë futur mendjet e tyre dhe e kanë ra në devijime. Do të thënë nga kjo paralajmëron Imam Ahmedi rahimahullah. Pastaj thot wa in na'ata 'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami' wa innama 'alayhi al-iman biha wa alla yurd minha harfan wahida. Do thot edhe nëse kjo është pa këndshme për dëgjimin. Do thot edhe nëse ky hadithin që e dëgjon, do të thonë ndoshta ta vret dëgjimin ose njeriu ndihet jo i rahatshëm kur e dëgjon atë hadith, wa innama alayhi al-iman biha, por e ka obligim të besoj në ato, wa alla yurd minha harfan wahida, dhe e ka obligim mos refuzoj asnjë shkronjë nga hadithet, por ta pranoj plotësisht. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Edhe si dhe hadithet të tjera, do të thonë këto shembuj që i dha dhe hadithet të tjera të transmetuara nga transmetuesit e besueshëm. Do thotë edhe nëse dëgjimi i dikujt shqetësohet, dëgjimi i kujt shqetësohet? Shqetësohen ata që nuk kanë iman të sakt, edhe nuk kanë akide të sakt. Kur e dëgjon një argument që nuk përputhet me rrugën e tij, me mëdhëbin e tij, me fanatizmin e tij, atëherë do thotë i vjen një vrazësi kur e dëgjon fjalën e Allahut ose fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata i japin përparësi tjetër kujt para fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, do të thonë kanë vrasësi edhe kanë, do të thonë ndjenjë të mungesës së rahatisë. Përndryshe besimtari që të cilin Allahu e ka udhëzuar edhe që e ka kuptuar rrugën e Kuranit dhe Sunetit, nuk ndjen nga asnjë hadith pakënaqësi ose shqetësim në zemër, por dorëzohet plotësisht edhe me kënaqësi. Është i kënaqur me atë që i ka ardhur nga dituria, do të thënë nga dituria që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Por prandaj Imam Ahmedi këtu do të thënë paralajmëron që mos bëhesh si njerëz të bidatit, të cilët janë kur e dëgjojnë madje edhe ajetin. Pra kemi përmendur në raste të tjera që disa prej Mu'tazilive ose prej Havarizhve gjithashtu edhe njerëz të devijuar që kanë thënë
kisha pas mundësi dhe ta kisha fshi këtë ajet nga Kurani. Do të thënë pasi është ajet që nëse nuk gaboj është për fjalën wa kellem Allahu Musa taklima, do të thënë Allahu i ka folur Musait me fjalë drejt për drejt, ose cili do qoftë prej ajeteve. Do të thënë nuk ka dallim kur njeriu aq është i pakënaqur me ajetin, sepse ai ajet nuk ja lejon mëdhëbin e tij, nuk ja lejon rrugën. Do të thënë nuk ka mundësi ta përshtatë ajetin për, do të thënë është aq i drejt për drejt dhe aq i qartë që nuk ka mundësi të bëjë ndonjë shtrembrim dhe thot me pas mundësi e kisha fshi nga mushafi. Do të thënë sepse ky ajet na pengon. Kjo nuk është rrugë e besimtarit. Përndryshe besimtari kur i dëgjon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pakënaqësi, por si tham Allahu subhanahu wa taala i ka përshkruar ashtu, ata të cilët kanë dituri, do të thënë dituri me iman. Ata thonë u besojmë të gjithave, të gjitha janë prej Zotit ton. Edhe pse ndoshta në atë moment nuk e di shpjegimin e saktë, kjo qasje ja mundson njeriu që ta shtojë udhëzimin dhe të shtohet dituria. Do të thënë kjo qasje e nënshtrimit ndaj Kuranit dhe Sunetit ja sjell njeriu suksesin që të jetë, do të thënë, të arrijë deri te dituria e saktë dhe ta kuptojë në mënyrën e saktë. Pra, ka thënë innama alayhi al-iman, do të thënë njeriu e ka obligim besimin, të besojë Kuranit dhe Sunetit, wa alla yarudda minha harfan wahida, dhe mos refuzoj as edhe një shkronjë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nga fjalët e Kuranit, kuptohet. Pasi nuk është, do të thënë këto shembuj që i ka sjell Imam Ahmedi, nuk është qëllimi vetëm për këta, po qëllimi është për komplet sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse hadithi është i saktë, nëse i ka përmbushur kushtet e saktësisë, siç dihen te dietarët, do të thënë është hadith sahih ose hadith hasan li dhatihi ose li ghayrihi, atëherë e ka obligim ti nënshtrohet dhe ta besoj, pa filozofime dhe pa refuzime, do të thënë me gjëra të kota. Qasja e selefit si ka qenë, siç ka transmetuar Khalali në librin e tij Sunne dhe Axhurri në Sharia, me zinxhir, kanë thënë se, do të thënë Ebul Fadl, Abbas ibn Muhammad ad-Duri, ka thënë sami'tu Aba Ubaid al-Qasim ibn Sallam, do të thënë kam dëgjuar Abu Ubaid Qasim ibn Sallamin, rahimahullah, kur janë përmendur disa prej këtyre haditheve, ka thënë hadhihi indana haqq, do të thënë këto hadithe tek ne janë hak. Naqalaha an-nasu ba'duhum an ba'd, do të thënë e kanë transmetuar njerëzit gjenerat pas gjenerate, do thotë këto janë të sakta. Gjithashtu në transmetimin tjetër të kësaj fjale thuhet këto hadithe janë të sakta, la yushakku fiha, nuk dyshohet në to, naqalaha ath-thiqatu ba'duhum an ba'd, do të thënë këto i kanë transmetuar njerëz të besueshëm nga njëri tjetri, hatta sarat ilejna, derisa kanë arritur tek ne, nusaddiqu biha, u besojmë, wa nu'minu biha ala ma ja'at, do të thënë edhe i besojmë atyre ashtu si kanë ardhur, si janë përmendur ashtu i besojmë, pra nuk i ndryshojmë fjalët. Edhe kur e ka transmetuar këtë Ebul Fadl, ka thonë wa nahnu naqul fi hadhihi al-ahadith ma qala Ahmad ibn Hanbal, pra edhe ne e themi në lidhje me këto hadithat që ka thonë Ahmed ibn Hanbal, dhe i ndjekim gjurmët e selefit, pra nuk ndryshojmë asgjë. Gjithashtu është transmetuar nga Abdul Wahhab al-Warraq, ka thonë sa'altu Aswad ibn Salim, do të thënë kam pyetur Aswad ibn Salimin për këto hadithe, ka thonë nahlifu alejha bit talaqi wal mashi innaha la haqq, do të thënë betohemi me talaq, do të thënë betohemi me betime të fuqishme se ato janë hak, janë të vërteta.
Në vazhdim, ka thonë Imam Ahmedi rahimahullah, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu. Do thot gjithashtu, pasi shtohet me waw dhe është për qëllim prej bazave të sunetit. Pra libri si ka filluar në fillim, bazat e sunetit tek ne janë 2 pika, edhe ka do thot paragrafe. Te ky paragraf thot dhe gjithashtu është prej bazave të sunetit që mos polemizoj njeriu i sunetit me asnjë njeri për këto hadithe ose për çështjen e kaderit. Qëllimi, do të thënë, me që flitet për kaderin, do thotë mos polemizoj me askënd për kaderin, dhe gjithashtu thotë wala yata'allam al-jidal, dhe as mos e mësoj këtë shkencën e polemikës. Ose si i thonë kështu në gjuhën tonë, këta që e përkrahin ilmul kelamin, i thënë apologetik. Do më thënë dituria e apologetikës, dhe me dituria e debatimit ose polemizimit, duke u bazuar në logjik dhe në konkluza, për ta vërtetuar, thot, besimin në Zot. Ky është qëllimi, do më thënë, nuk është në një definicion që e ka thonë dikush, po ky është kuptimi i fjalës apologetik, ose kelam, do më thënë ilmul kelam, që i thonë, ose i kanë thonë selefi ilmul gjidal, do më thënë dituria e polemizimit, ose grindjes, pra dituria e grindjes, jo arritja deri te e vërteta, do më thënë prej bazave të sunetit është që mos e mësoj këtë dituri. Fa inna al-kalama fi al-qadari wal-ru'ya wal-Qur'an wa ghayriha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu. Do të thënë sepse të flitet dhe të polemizohet, do thotë për kaderin, për shikimin, për Kur'anin, edhe për çështje tjera që janë prej suneteve, është e urryer dhe është e ndaluar. Pra, do të thënë, ka thënë mos polemizoj me askënd, mos debatoj me askënd për çështjen e kaderit. Çka është qëllimi? Mos debatoj me askënd. Thonë mos debatoj me njerëzit që duan grindje, edhe që zemrohen nëse nuk ju shkon fjala e tyre. Por kuptohet se nuk është e përgjithshme kjo, do të thënë mos polemizosh me asnjë njeri, sepse ka njeri që ka devijime ose është i mashtruar, edhe kërkon të vërtetën, edhe i do argumentet, edhe polemizon për ta kuptuar të vërtetën, thot nuk ka pengesë që të polemizosh me ta, se Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të polemizojmë me ahlul kitab billati wajadilhum billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Do të thënë mos polemizoni me njerëz të librit, përveç se me atë që është më e mira, më e bukura. Do të thënë polemik me argumente dhe me etik të polemikës për ta sqaruar të vërtetën. Me një polemizues që do të vërtetën, që hulumton për të kuptuar. Do thënë ajo lejohet edhe qoftë edhe për çështjen e kaderit, shpjegimi nëse të dikush ka paqartësi për ndonjë hadith, do të thënë sjellja argumenteve, sjellja sqarimeve të dietarëve për ta kuptuar hadithin, nuk është ndaluar. Por ajo që ndalohet është polemika për që është synimi vetëm për të ngavnyer mbi tjetrin. Do të thënë synimi vetëm për ta mposhtur tjetrin, ose synimi, do të thënë për të futur dyshime në fjalët e Allahut ose fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose polemika që bëhen, dhe kjo është e shumt, bëhen edhe nga njerëz që në rastet ndryshme, do të thënë janë që e mbrojnë hakun, mirë po bëhen polemika që do thotë ai që fiton e ka të vërtetën. Me këtë qëllim, do të thënë gjitha këto janë të ndaluara. Se ka ardhur një njeri te Imam Maliku, një njeri prej murxhieve, do të thënë që ka qenë i rënë në irxha, edhe i ka thonë Imam Malikut, ja Aba Abdillah, isma' minni shay'an ukallimuka bihi wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Ka thonë dëgjom
të them diçka, t'i tregoj mendimet e mia dhe të polemizojmë. Do të thënë ta shohim, do thotë kush po mund. Do të thënë cili e mposht tjetrin. Ka thënë Imam Maliku, nëse unë fitoj, nëse unë, do të thënë, të mundi, ka thënë atëherë unë të ndjek ty. Dhe nëse ti mund mu, ka thënë ti më ndjek mua. Ka thënë nëse vjen një tret dhe na mund të dyve, ka thënë ndjekim atë. Atëherë, ka thënë Imam Maliku, ja Abdallah, o robi Allahut, ba'ath Allahu azza wa jalla Muhammeden bidinin wahid. Dhe thëtë, Allahu e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një fe, një rrugë. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Kurse unë ty të shoh se ti hidhesh nga një fe në një fe tjetër. Do të thënë kush është më i fortë në oratori, e ndjekim fenë e atij. Vjen njëri thotë, do thotë nuk ka kader, kaderit e kanë mohuar diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë gjitha këto argumente që i përmendëm më herët se për diturinë gjithë përfshirëse të Allahut subhanahu wa taala, edhe faza tjera të kaderit, shkrimi e kështu me radhë. Do të thënë asgjë prej këtyre nuk u ka mjaftuar dhe kanë thënë çdo gjë ndodh e re. Edhe kur ndodh e mëson Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë nuk e di përpara asaj që përpara asaj ndodhije. Do të thotë kanë dalë në tjetër fe. Edhe kuptohet se me të vërtet kanë dalë prej feje. Do të thotë selefi i kanë shpall mosbesimtar ata. Mirë po, kështu, pastaj nëse i shohim disa prej figurave të tyre, të kelamistëve, në shumë faza tjetës kanë pas fejt të ndryshme dhe nuk kanë qëndruar në atë fe që e ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë pra Imam Maliku, unë e shoh që ti, do të thënë, kcen, hidhesh nga një fe në një fe tjetër. Do të thënë nëse ky është më i fortë në polemik, e ndjekim këtë. Ku i lam hadithet, i harrum. Po vjen tjetri na mund, atëherë ndjekim atë. Kështu ka thënë men ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Do të thënë kush e bën fenë e tij fus për polemika, do të thënë e bën atëherë hedhjet e tij janë të shumta. Do të thënë ndryshimet vazhdimisht do të ndryshojë. Kurse kush e mëson fenë në Kur'an dhe Sunet edhe në shpjegimet e selefëve dhe kapet fort pas tyre, atëherë është stabil në fenë e tij dhe është i paluhatshëm. Po ashtu kanë thënë, është transmetuar nga Muawiya ibn Qurra rahimahullah, se ka thënë al khusumatu fi din tuhbitu al a'mal. Do të thënë polemikat në fe i azgjësojnë veprat. Do të thënë ky polemizimi edhe dëshira për të ballafaquar me secilin, edhe për të hyrë në polemika, edhe kjo është një lloj i epsit, do të thënë ka disa njerëz që kanë qef vetë të jenë polemizues, edhe ta kalojnë kohën me këtë. Kjo pra kanë thënë është që i azgjëson veprat. Do të thënë se njeriu duke polemizuar kështu, edhe duke u larguar nga mësimi i diturisë, edhe duke u angazhuar me polemika, atëherë i hyn dyshime, i hyn dyshime për fenë e tij. Edhe shpesh herë edhe e braktis fenë. Do të thënë si ka filluar te Xha'd ibn Dirham, do të thënë pikërisht me këtë, duke polemizuar, atëherë e ka pasë me atë logjik ai që e ka vendosur si bazë, nuk mund t'i mbrojë cilësitë e Allahut, atëherë i ka mohu. Edhe për këtë shkak janë shpall mosbesimtar, do të thënë ai ka mohu gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, wala yata'allam al-jidal. Do thotë nuk lejohet që ta mësoj polemikën njeriu. Do të thënë ta mësoj këtë kelamin ose apologetikën edhe mënyrat e polemizimit dhe oratorisë, sepse polemikat e shumta dhe grindjet e shumta në fe sjellin dyshim, edhe bën njeriu që ta humb stabilitetin e fesë,
edhe atëherë, do të thonë, del prej fesë. Edhe kjo është, këta, ku e kanë marrë dietarë, do të thonë, njerëz të bidatit na akuzojnë se ne i themi këto fjalë se friksohemi, përballemi me ta. Mirë po, dietarët e selefit ku i kanë marrë këto rregulla? A janë rregulla që i kanë nxjerrë dikush, do të thënë, prandaj bidatxhit u kanë thënë njerëzve të sunetit selefive, u kanë thënë Hambali, do të thënë se i ndiqnin rregullat e Imam Ahmedit. Nëse kishte qenë e vërtetë që kanë nxjerrë Imam Ahmedi një rregull që nuk ka ekzistuar, edhe dikush e ndjekat, atëherë, edhe ai llogaritet për njerëzve të bidatit, se ndjek, do të thënë, diçka për cilën nuk ka argument. Mirë po Imam Ahmedi dhe të tjerët, ku i kanë marrë këto rregulla që ndalohet polemika, edhe se polemika sjell devijim dhe largim prej fesë, e kanë marrë në sunet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është hadith që është transmetuar në Sunen, është edhe Tirmidhiu ka transmetuar dhe Ibn Majah dhe ka thënë Tirmidhiu është hadith hasan sahih. Është hadithi ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Do të thonë, çdo herë kur një popull devijon pasi ka qenë në udhëzim ose pas udhëzimit i cili u është dhënë atyre, çdo herë kur devijon një popull, u jepet polemika. Do të thonë, ky hadith me këtë transmetim do të thotë që kur devijoj njeriu, atëherë hyn në polemika dhe bëhet, do të thotë, mos themi i aftë, po i angazhuar me polemik. Ose në transmetim tjetër është çdo herë kur u jepet polemika një populli, devijojnë pasi kanë qenë të udhëzuar. Do të thonë, të dyja janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që do të thonë, nëse ka vullnet dhe zel për polemika, do thotë që do të devijoj. Ose kur devijon, do të thonë largohet nga Kurani dhe Suneti, atëherë është shumë i zellshëm për polemizime dhe grindje e kështu me radhë. Do të gjithë kjo është e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe fjalët e selefit gjithashtu janë të shumta për këtë çështje, pra nuk është vetëm Imam Ahmedi që ka thënë. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, la an yubtala al-'abdu bi kulli ma naha Allahu anhu siwa ash-shirki khairul lahu min al-kalam. Do të thonë, nëse njeriu sprovohet me çdo gjë që ka ndaluar Allahu, me të gjitha haramet, përveç shirkut, do të thonë veç mos bjerë në shirk, edhe t'i bëj gjitha mëkatet, është më mirë se sa ta mësoj kelamin. Më mirë se sa të merret me këtë, në thonë sa themi, apologetik. Edhe thotë, wa laqad ittala'tu min ashabil kalami ala shay'in ma dhanantu anna musliman yaqulu dhalik. Thotë, kam pa prej kelamistëve gjëra që nuk kam menduar se ndonjë musliman mund t'i thotë. Do të thonë, më të vërtet, shikoni, për shembull, ka njerëz që janë të mahnitur me Zakir Naikun, se është shumë, do të thonë, çka ka, ai ka polemik, jo dituri. Për shembull, më ka ndodhur mua që kam fol me dikan i cili ka qenë i mahnitur me Zakir Naik. Kam thënë se ai thot, unë di 1000 gjëra që nuk mund t'i bëj Allahu. Edhe ai nuk kishte mundësi të besoj. Do të thënë, sepse njeriu me logjik të shëndosh nuk beson që muslimani e thot këtë fjalë. Për shembull, kjo është një prej këtyre, do të thonë, që janë të shumta. Thot Imam Shafiu, kam pa te kelamistët gjëra që nuk kam menduar se mund t'i thot ndonjëherë në një musliman. Gjithashtu ka thënë Imam Berbehari rahimahullah, dije se asnjëherë nuk ka ndodhur zendeka ose kufër ose dyshime ose bidate ose devijim ose hezitim në fe, përveç se për shkak të kelamit. Çdo herë gjitha këto ndodhin për shkak të këtyre polemikave që nuk janë në bazë të diturisë, por polemika kelamiste. Wa ashabil jidal wal mira wal khusuma. Edhe gjitha këto kanë ndodhur prej njerëzve të polemikave dhe grindjeve dhe kundërshtimeve. Dhe thot, wal ajabu kayfa yajtari'u ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusumati wal jidal. Thot, është e çuditshme si merr guxim njeriu
që të bëj polemika, debate dhe grindje, kur Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru. Do të thonë nuk polemizojnë rreth ajeteve të Allahut përveç se ata që kanë mohuar, vetë mosbesimtar polemizojnë me ajetet. Ti thu ka thonë Allahu, edhe ai sjell do të thonë polemika dhe dyshime dhe filozofi e kështu. Kush e bën këtë, thot Allahu, vetëm alladhina kafaru, do të thonë vetëm mosbesimtarët. Prandaj thot fa alayka bit taslimi wal rida bil athar wal kaffi was sukut. Por e ke obligim, thot, të jesh i kënaqur dhe ti dorëzohesh gjurmëve të transmetuara. Do të thonë ajeteve të Kuranit dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të sahabeve që janë transmetuar prej tyre, edhe mjaftohesh me këta dhe atëherë mbyllë gojën përtej këtyre. Do të thonë çka ka tjetër, do thot përveç se çka ka tjetër që quhet dituri përveç se ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë sahabet. Edhe mbaroj, pas kësaj çka ka, do të thonë të flase dikush tjetër. Pashtu ka thënë Imam Berbehari, do të thonë ruhu, pra të paralemroj, mos shikosh në fjalët ose librat e kelamistëve, edhe mos u ul me njerëz të kelamit, por kapu për athar, do të thonë gjurmët e transmetuara dhe njerëz të gjurmëve. Do të thonë vetëm ata pyeti, me ata rri dhe prej tyre përfito. Do të thonë njerëz që flasin me ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë Imam Ibn Abdul Barr, ka thënë ajma'a ahlu al-fiqh wal athar min jami' al-amsar anna ahla al-kalam ahlu bid'in wa zayg. Do të thonë ka ijma të dietarët e fiqhut dhe dietarët e hadithit, do të thonë dietarët e transmetimit në të gjitha vendet se kelamistët janë njerëz të bidatit dhe devijimit. Dhe të askush prej dietarëve nuk llogariten kelamistët, do të thonë prej fukahave, prej dietarëve të fesë. Por dietarët të fesë janë njerëz të etherit, do të thonë njerëz të transmetimeve dhe atyre që hulumtojnë për t'i kuptuar këto transmetime. Edhe ka dallim mes tyre, do të thonë varësisht se sa kanë fituar prej asaj diturie. Gjithashtu ka thënë Imam Baghawi, rahimahullah, ka thënë se të gjithë dietarët e selefit janë unanim, do të thonë se edhe dietarët e Ahlus Sunnetit, se ndalohet angazhimi me polemika, kundërshtime dhe grindje në cilësitë e Allahut, dhe të gjithë këta dietarë, do të thonë, janë unanim për ta ndaluar dhe për ta qortuar hyrjen në diturinë e kelamit, në apologetik, edhe mësimin e kësaj diturie. Do të thonë këtu ka thonë për çështjet e emrave dhe cilësive të Allahut, do të thotë pasi ka qenë tema ose konteksti, përndryshe dietarët e selefit, do të thonë për secilën çështje të njëjtën e kanë thonë. Pra nuk lejohet angazhimi me kelam edhe me polemika në veçanti për çështje që janë ghaib. Do të thonë që s'ka mundësi njeriu ti ta arrijë diturinë për to përveç se duke u bazuar në shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu ka përmendur këtu në dietari jon i madh Sheikh Abdullah al-Bukhari, edhe fjalë të tjera prej dietarëve të hershëm edhe të mëvonshëm për ndalimin e polemikave dhe kelamit. Pastaj ka thonë vazhdim pra Imam Ahmedi, fa inna al-kalama fi al-qadari wal-ru'yati wal-Qur'ani wa ghayriha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu. Do të thonë kelami, kjo pra të folurit në bazë të filozofisë dhe polemikave, në lidhje me qaderin ose shikimin e besimtarëve në Allahun, në lidhje me Kur'anin, edhe në lidhje me çështje tjera të sunetit, është e urryer dhe është e ndaluar. Do thotë, si tham, qëllimi është për polemikat të cilat si quajmë polemika shterpe. Do të thonë polemik veç, do thotë disa kanë qëllimin e polemikës, çka kanë? Polemikën. Do të thonë vetëm të polemizojnë, edhe vetëm të tregojnë se dinë
të llomotitin, domethënë, edhe të kundërshtohen, edhe si thonë me zën ngusht kundërshtarin. Domethënë, vetëm ky kur është qëllimi, këto janë të ndaluara. Por nëse njeriu ka pyetje, ka ndonjë dyshim, edhe do sqarim, edhe do të arritë dituria e saktë prej Kuranit dhe Sunetit, atëherë, ose njeri edhe nëse nuk e di se duhet të hulumtoj, por vetëm ka dëgjuar dyshime, nuk ka dëgjuar asgjë tjetër, lejohet të shkosh edhe të polemizosh me ta dhe t'ia tregosh, mirë po, polemik me fjalët e Allahut dhe fjalë, domethënë duke argumentuar me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me fjalët e sahabeve, pastaj me shpjegimet e dietarëve të umetit nga secila gjenerat. Tjetër ka thonë la yakunu sahibuhu. Shikoni, domethënë në këtë fjalë çka thot Imam Ahmedi. La yakunu sahibuhu, domethënë njeriu i polemikës, sipas kësaj që e përshkruam. Nuk është wa in asaba bi kalamihi sunna, edhe nëse e qëllon sunetin me fjalët e tij. Domethënë një njeri që e ka këtë rrugë të polemikës, ndonjëherë patjetër se do ta qelloj. Nuk është e mundur që nuk është e mundur ose është tepër e vështirë të gjesh një njeri dhe në veçanti një musliman që 100% fjalëve të tij të gjitha janë batil. Do thotë kështu nuk mund të gjejmë, se këta hizbit edhe njerëz të bidatit thonë se ka të mira dhe ai ka të mira. Patjetër do të ketë të mira. Nuk është e mundur, domethënë edhe iblisi në fjalët e tij ka diçka që ka thënë të vërtetë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka. Domethënë ta ka thënë të vërtetën. Wa huwa kadhub. Mirpo ajo është gënjeshtar. Prandaj njerëz të bidatit për shkak të disa bidateve llogariten se kanë dalë prej rrethit sunetit. Ndoshta dalin edhe prej islamit dikush. Dhe kjo nuk do të thonë që nuk kushtëzohet që 100% të jetë i devijum se cilën çështje që të themi se është i devijum. Shikoj si thon Imam Ahmedi, pra njeriu i polemikave, edhe nëse me fjalët e tij e qëllon sunetin, nuk është min ahli sunna. Nuk është prej ahli sunetit. Nuk është pasuesi i sunetit. Pra edhe dihet Imam Ahmedi se ka refuzuar Karabisin për shkak se i ka mbrojt akiden e ahli sunetit me kelam. Edhe ka thonë se është bidatxhi. Thotë, pra, jo se ka shtrembuar diçka prej çështjeve të sunetit, por ato të vërteta që janë, i ka mbrojtur me kelam. Edhe nëse e qëllon me këtë kelam sunetin, ai nuk është pasuesi i sunetit. Hatta yada al-jidal, derisa ta braktis këtë polemik, wa yu'mina bil athar, dhe ti besoj gjurmëve, do të thënë athar, do thotë gjurmë, që është për qëllim hadithet dhe fjalët e sahabeve, por kemi thonë më herët se edhe Kurani është prej atyre që janë transmetuar. Do të thonë çdo gjë që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, njëherë hyn Kurani, pastaj hadithet, edhe ethere quhen edhe fjalët ose veprat e sahabeve. Do thotë kur ti besoj plotësisht etherit, edhe ti nënshtrohet etherit, jo emocioneve, ndjenjave, politikës, xhidalit, do të thënë polemikës, atëherë edhe nëse e qëllon me ndonjë fjalë sunetin, nuk bëhet prej njerëzve të sunetit. Por nëse është i dorëzuar krejtësisht në atë që ka ardhur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kundërshton, atëherë është prej njerëzve të sunetit. Kjo, shikon, do të thënë kur e ka rrugën e gabuar, edhe nëse e qëllon sunetin, nuk llogaritet për njerëzve të sunetit. Kur e ka rrugën e saktë, nëse e gabon sunetin, nuk llogaritet për njerëzve të bidatit. Thotë me rëndësi është rruga. Thotë rruga se nuk do të thonë që ai njeri që është sunni ose selefi, do të thonë se është i pagabueshëm. Thotë nëse gabon, mirëpo duke qenë në rrugën e saktë, nuk bëhet bidatxhi. Edhe ai tjetri që e ka rrugën e bidatit, e qëllon sunetin, nuk bëhet sunni. Për këtë, do të thonë për të kundërtën, si tham, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha hakama al-hakim fajtahada
thumma asaba falahu ajran. Do të thonë nëse gjykon gjykatësi ose njeriu i ditur dhe i urtësisë, i diturisë dhe urtësisë, gjykon, mundohet dhe e qillon, atëherë ka dy shpërblime. Wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr. Dhe nëse gjykon, mundohet, pastaj gabon, atëherë ka një shpërblim. Do të thonë nëse e qillon, ka dy shpërblime, nëse gabon ka një shpërblim. Do të thonë nëse rruga e tij ka qenë e saktë, qëllimi i tij ka qenë i saktë, edhe ka ecur sipas Kuranit dhe Sunetit, me fjalët e sahabeve, edhe në rrugën e dietarëve. Kur ta, do të thonë për këtë ka shpërblim, patjetër. Për këtë mund ka shpërblim. Nëse gabon në këtë, atëherë gabimi është i falur, i mbetet vetëm ky shpërblim. Nëse e qillon, atëherë merr edhe një shpërblim për atë dituri që e ka qelluar. Do thotë kjo është sqarimi për këtë hadith. Ka thënë Neveviu, An-Nawawi, do të thënë lidhje me këtë hadith, ka thënë qala al-ulama, kanë thënë dietarët se kanë thënë dietarët ajma' al-muslimuna, do të thënë ka ijma' të muslimanët, ka unanimitet të muslimanët se ky hadith është për gjykatësin أن هذا الحديث thot ky hadith fi hakimin alimin ahlin lil hukm. Do të thonë ky hadith vlen për gjykatësin që është dietar dhe kompetent për të gjykuar, për të dhënë fetva. Thot jo ata dietarët e Ikhwanul Muslimin, do të thonë që aty ka çdo gjë që është si janë përmendur në ajet, do të thonë ajo e mbytura, e vrara, e ngordhura e kështu me radhë. Do të thonë aty ka me besimet shijave, do të thonë që thonë se Kurani nuk është i saktë, edhe do të thonë njerëz të shirkut e njerëz të varreve, Mu'tazilia dhe Jahmia dhe Ash'ariyya, Maturidiyya, do të thonë të gjitha llojet e devijimeve, edhe ata nëse e qillojnë kanë një dënim. Nëse gabojnë kanë dy dënime. Pra thot këtu Newawiu rahimahullah, thot ky hadith është fi hakimin alimin ahlin lil hukm. Do të thonë për një gjykatës ose një njeri që jep fetva, që është dietar dhe që është kompetent për të dhënë fetva. Fa in asaba falahu ajran. Do të thonë nëse e qillon, ai ka dy shpërblime. Ajrun bi ijtihadihi, do të thonë një shpërblim për mundin, wa ajrun bi isabatihi, edhe një shpërblim për që e ka qelluar. Wa in akhta'a falahu ajrun bi ijtihadihi. Nëse gabon, atëherë ka shpërblim për mundin e tij. Dhe thot, kanë thonë fa amma man laysa bi ahlin lil hukm. Kurse ai që nuk është kompetent për të dhënë gjykim, edhe për të dhënë fetva, fala yahillu lahu al hukm. Ai nuk e ka të lejuar të flasë për çështje të fesë. Do të thonë kur nuk e ka të lejuar, çka do thotë kur të hyjet flasë, është mëkat. Edhe nëse e qillon, nuk ka, sepse rrugën e sikur një njeri merr pasurin nga kamata edhe jep sadaka. Do të thonë ai nga fillimi kur e ka marr e ka haram. Edhe pse jep sadaka nuk ka shpërblim për ta. Edhe ai njeri që nuk është kompetent për fetva ose për gjykim, pra e ka të ndaluar të Nevaviu. Se kanë thonë dietarët, fala yahillu lahu al-hukm. Do të thonë nuk e ka të lejuar ai të gjykojë ose të japë fetva. Fa in hakama fala ajra lahu. Do të thotë nëse gjykon, nëse e fetva nuk ka shpërblim. Bel huwa athim, por është mëkatar, sepse ka hyrë në këtë fushë, e ka fut hundën, do të thonë ku nuk janë nxe. Veç për këtë është mëkatar. Wala yanfudhu hukmuhu, edhe nuk lejohet punohet sipas gjykimit të tij, sawa'un wafaqa al-haqqa am la. Do të thonë njësoj, a e ka qelluar të vërtetën ose jo. Do të thonë mund të edhe ta qelloj, po nuk punohet me fjalën e tij, sepse pra Nevaviu i ka thënë jo robi ofcat.
لأن إصابته اتفاقا ليس صادرة عن أصل شرعي. Sepse nëse e ka qelluar rastësisht, domethënë I ka ndodhur që e ka qelluar, nuk e ka, domethënë qëllimi është kjo e qelluara është rastësisht, nuk buron nga bazat e shariatit. Fa huwa asin fi jami'i ahkamihi. Edhe ai është mëkatar në të gjitha hukmet që I jep. Sawa'un wafaqa as-sawaba am la, domethënë pa marrë parasysh a e qëllon të vërtetën ose jo, yerhamukallah. Wa hiya mardudatun kulluha, edhe të gjitha ato fjalët e tij janë të refuzuara, wala yu'dharu fi shay'in min dhalik, edhe nuk është I arsyetuar në asnjë. Domethënë këto mëkatet që I përmendi është nëse e qëllon, por nëse gabon, ky edhe nuk e ka pas, domethënë nuk e ka pas të lejuar të hyjë në atë temë. Edhe plus pastaj gabon, atëherë nuk është I arsyetuar, domethënë nuk është si te hadithi. Gjithashtu edhe fjalë të tjera. Mirë, ta lexojmë edhe këta. Inshallah keni sabër edhe pak. Ka thënë Al-Khattabi, dietari kolosal, domethënë lidhe me këtë hadith, ka thënë innama yu'jaru al-mukhti'u 'ala ijtihadihi fi talab al-haqq. Do thotë shpërblehet me të mirë ai që gabon, shpërblehet për mundin e tij në kërkimin ose përpjekjen e tij në kërkim të vërtetës. Sepse ijtihadi I tij ose përpjekja e tij është adhurim, ibade. Dhe nuk shpërblehet për gabimin, por arsyetohet dhe I largohet gabimit, domethënë I largohet mëkati. Thot wa hadha, do thot kjo në këtë hadith, prandaj ta kemi parasysh kur e përdorin njerëzit këtë hadith. Thot Khattabi, ky hadith fi men kana min al-mujtahidin jami'an li alati al-ijtihad, do të thënë kjo vlen për ata mujtahida, do të thënë ata që përpiqen të arrijnë hukmin e sakt, që I ka tubuar të gjitha mjetet e ijtihadit. Do të thënë është me të vërtet kompetent për ijtihad, arifan bil usul wa bi wujuh al-qiyas, do të thënë që I njeh bazat e diturive ose usul, do të thënë secilës dituri, bazat, edhe I di format e ose mënyrat e qiyasit, do të thënë për këtë vlen ky hadith. Thot fa amma man lam yakun mahallan lil ijtihad fa huwa mutakallif. Kurse ai që nuk është kompetent për ijtihad, do të thënë ai është I vetë ngarkuar, do të thënë e ka ngarku vetveten, wala yu'dharu bil khata'i fil hukmi, dhe nuk arsyetohet nëse gabon në gjykimin e tij, bal yukhafu alayhi a'zam al wizr, por ekziston frika për ta se do ta marrë, do të thënë mëkatin më të madh. Se do thotë edhe kjo ka gjithashtu argument. Do të thënë ne përmendëm hadithin që arsyetohet për gabimin, po gjitha komentimet e dietarëve I shohim se nuk arsyetohet secili. A ka argument për këtë? Tani se ka njerëz që nuk arsyetohen, ka thënë argumenti është hadithi që transmetohen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë al-qudatu thalatha, do të thënë gjykatësit janë 3 lloje. Wahidun fil janna wa ithnani fin nar. Do të thënë një në xhennet, kurse 2 në xhehenem. Amma alladhi fil janna fa rajulun arafa al-haqqa fa qada bihi. Do të thënë ai që është në xhenet është njeriu që e njeh të vërtetën dhe gjykon sipas saj. Pastaj thot wa rajulun arafa al-haqqa fa jara fi al-hukmi, kurse njeriu që e di të vërtetën dhe gjykon padrejtësisht, gjykon ndryshe nga ajo që e di, që e ka mësuar, do të thënë ka shku në burimet e diturisë edhe te vendi I sunetit, e ka mësuar dhe gjykon në të kundërtën me këtë. Ky është lloji I dytë. Wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin, edhe një njeri që gjykon për njerëzit në bazë të ignorancës, pa qenë kompetent për dhënë fetva dhe për gjykuar, fa huwa fi an-nar. Këta janë në xhehenem. Do të thënë për këta nuk thuhet nëse e qëllon ka një shpërblim, nëse e qëllon ka 2 shpërblime, nëse gabon një shpërblim, por është në xhehenem.
Dhe gjithashtu edhe Beghawiu ka thonë e kështu me radhë, do të thonë pra gjitha këto polemika janë të ndaluara dhe njeriu edhe nëse e qëllon me këtë rrugë, nëse e qëllon sunetin, nuk është prej njerëzve të sunetit, ka thënë hatta yada al-jidala wa yu'mina bil athar. Do të thonë derisa ta braktis këtë polemizimin dhe të besoj gjurmëve të transmetuara. Më thotë, kjo është përforcim për atë që u tha, se do thotë sunet i vërtet dhe njeri i sunetit është ai i cili e ndjek Kur'anin dhe sunetin dhe fjalët e sahabeve dhe i merr mësimet dhe komentimet e dietarëve me hak dhe me argument, edhe nuk e bën fenë e tij fush të polemikave, edhe fush të emocioneve, edhe fush ku gjykon politika dhe interesat dhe jo argumentet, sepse shpesh herë i ndodh besimtarit që sprovohet, do thotë i vjen argumenti në të kundërtën me epset dhe dëshirat e tij, edhe në të kundërtën me emocionet e tij. Edhe atëherë tregohet kush është robi i Allahut edhe kush është robi vetvetes, edhe jep se vetveta. Do të thonë nëse jep përparësi fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë është robi i Allahut dhe është besimtar i vërtet. Nëse e hedh mas shpinë Kur'anin dhe Sunetin edhe punon sipas emocioneve dhe interesave politike, atëherë i thuhet njeri i bidatit ose mund të jetë edhe njeri i kufrit. Allahu na ruajt dhe na udhëzoft në rrugën e tij. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.